Burimi I ujit natyror ka nevojë për sistem të filtrimit në mënyrë që të bëhet ujë I pishëm për banor, e sistemi I filtrimit ka nevojë për fundruese. Bashkë me kryetarin e komunës, zënën e Lezajn, këtu në Klin, kemi bërë vendosin e gurthemelit për ndërtimin e fundruesit me datën 7 nëntor të vitit 2023 dhe më pak se 20 muaj më vonë, ja ku inauguruam fillimin e punimeve që teknikisht u bë me lëshimin në punë të 3 pompave, të cilët sigurojnë prurje të gjithëmbarshme prej 84 litra në sekond për 10.000 banor të komunës së Klinës, me që rast investimi I gjithëmbarshëm është mbi 1 milion euro nga Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, Ministri Elbert Krasniqi është këtu me ne, Ministria e Ekonomisë, Ministri Artoni Zvanolli është po ashtu këtu me ne, dhe kompania Hidrodrini e komuna e Klinës. Ky është një lajm shumë I mirë për banorët e kësaj komune, që I ka 6 lumej, por I ka munguar uji I pijes në masë të konsiderueshme, dhe në këtë mënyrë bashkërisht ne të gjithë e lajmë një pjesë të borxhit që kemi për qytetarët, banorët e komunës në mënyrë që të kenë jetë të shëndetshme e të dinjitetshme. Projektet e këtilla do të vazhdojnë edhe më tutje, me qenë se për neve infrastruktura nuk është vetëm ajo rrugore, po është edhe ujësjellsi, kanalizimi e energjia. Falenderoj të gjithë ata të cilët kontribuan për një ditë të rëndësishme si kjo, që ne ta kremtojmë së bashku ndërtimin e fundruesit për sistemin e filtrimit të ujit. Faleminderit kryeministër Kurti që ashtu siç e thënë ata fat prej momentit të fillimit punimeve dhe sot po I dorëzojmë në menaxhim fundruesin e ujit të pijes kompanisë rajonale Hidrodrini, e cila besoj që me kompetencë do të vazhdon me menaxhu punën dhe me koordinu që tash ky ujë I cili vjen shumë I pastër me një turbullir minimale, ashtu siç na u tregu edhe prej kimistit, do të kalon në pjesën e trajtimit me ultrafiltra, e cila falenderoj edhe ministrin Zvanolli, e cila na ka mbështet kompaninë Hidrodrini edhe në pjesën fazën e dytë të investimeve. Gjithashtu ministri Krasniqi, faleminderit që jemi bashkë në këtë proces. Po shpresoj që brenda pak ditësh edhe sipas pjesës së monitorimit që do të bëhet nga laboratori I Hidrodrinit, nga Instituti I Shëndetit Publik, shumë shpejt do të informojmë qytetarët që ta pinë ujit nga krojet që do të rrjedhin prej fundruesit dhe fabrikës së trajtimit të ujit. Faleminderit shumë.